zyrtar të lartë, për ministra, për zëvendës kryeministra, për kryeministrin, për korrupsion. Shpesh ka qenë thjesht lidhje logjike, kur një tender prej 100 miliona euro jepet një kompani offshore, logjikisht nuk është çmenduri të mendosh që këto para kanë shkuar drejt një kompani offshore, sepse pas kompanisë offshore mund të fshihet një ministër, një kryeministër apo një zyrtar i lartë. Por sot, në fakt, unë dua të flas për diçka që kanë parë të gjithë, e kanë të gjithë, nuk e di nëse përfaqësuesit e majorancës e kanë parë apo jo, po kemi një rast ku nuk ka nevojë të përdorim logjikën. Kemi faktet. Kemi faktet se si zëvendës kryeministrja ka përcaktuar fituesin e një gare, duke harxuar shumë më shumë se ç'duhet të harxhonin qytetarët shqiptar për të ndërtuar tunelin e Llogaras. Janë fakte. Dhe pastaj qytetarët shqiptar, kur të dëgjojnë faktet, mund të dalin vetë në konkluzion. Ju mund të thoni që s'ka gjë të keqe, ju duket normale, mund t'ju duket normale, por ata gjykojnë qytetarët shqiptar. Tani, ka 3 momente kyçe të shpalljes së fituesit, që janë shumë domethënëse, dhe tregojnë qartësi se si zëvendës kryeministrja ka caktuar fituesin. Momenti i parë është kur Belinda Balluku i kërkon drejtorit të saj, në fillim të shtatorit të 2021-shit, i kërkon t'i thot që t'i komunikoj vlerat e ofertave pas janë hapur ofertat. Dhe Berberi i shkruan, i thot, në orën 12:20 i shkruan në telefon, i bën fotografi sistemit elektronik të prokurimeve, kështu komunikon zëvendës kryeministrja mes drejtorin e saj, nëpërmjet telefonit, dhe i dërgon ofertat. Një kompani ka ofruar 160 milion euro për të ndërtuar tunelin e Llogaras, një tjetër 180, një tjetër 189, një tjetër akoma 185 dhe kështu me radhë. Janë 5 ofertues. Zëvendës kryeministrja Balluku 30 minuta më vonë i thot, jo më falni, 14 minuta më vonë, pasi ka dëgjuar ofertat, i thot, sigurisht ky ka hyrë me një çmim skandal. E ka fjalën për atë që ka ofruar 10 milion më pak nga kompania që pastaj Belinda do shpalli fituese. Sigurisht ky ka hyrë skandal poshtë, por nuk plotëson kushtet, sigurisht. 15 minuta pasi ka marrë ofertat, Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja, thot, ai që ka ofruar 10 milion më pak, sigurisht thot nuk plotëson kushtet. Është këtu. Momenti i dytë është kur Berberi thot, sa ditë do ta lëm që të duket sikur po e mendojmë. Mos u merr me kohën, dëgjoj, janë milionat e qytetarëve. Mos u merr me kohën. Të shqetëson koha aty apo milionat? Ty të shqetëson koha apo dëgjoj milionat, ty s'të bën përshtypje. Po dëgjoj me vëmendje, lëre kohën. Atëherë po vijoni me minutat e zotit Kapri. Ta lëm 15 ditë të duket, shprehimisht të duket sikur e shpikun, shprehimisht, është këtu. Po them ta lëm 10 ditë, thot Berberi Ballukut. Se herën e parë e mbajtëm mbi 15 ditë dhe 5 kompani kishim, të duket që po vlerësojmë, shprehimisht. Pastaj thonë, po e lëm 9 ditë, sepse kështu i duhej Ballukut. Por momenti më i rëndësishëm, momenti kyç që tregojnë qartë se si janë vjedhur milionat e qytetarëve shqiptarë, se flasin për miliona, me që po diskutoj për ilaçet, për shëndetësinë, po janë vjedhur miliona, mos diskutoni kot për shëndetësinë, jo ka ilaçe, s'ka ilaçe. Flasim më milionat, se për ilaçe duhen para. Dhe nëse parat vendosit i vidhni, normalisht s'mund të ketë para dhe për ilaçet pastaj. Por dëgjoni se çfarë ndodh kur shpallin fituesin. Në datën 1 tetor, pothuajse 20 ditë pasi kanë hapur ofertat, Berberi shkruan Ballukut, i thot, po nxjerrim
tunelin, po nxjerrim fituesin e tunelit. Ndërkohë kanë skualifikuar të gjithë pjesëmarrjet e tjerë. Në 5 kompani, 4 prej tyre i kanë skualifikuar. Ka mbetur vetëm ajo që këta kishin paracaktuar. Dhe kjo del sepse kanë patur takime pafund. Janë 40 faqe dosje, më shumë se 40 faqe dosje. Tani dhe i thot, të nxjerrim tunelin, thot Belinda Balluku i përgjigjet thot, jo, thot, prit pak. Janë shprehimisht, fjalë për fjalë. Prit pak. Për tunelin, okej, thot Berberi, ka frikë se mos kanë dyshuar mendje ndërkohë. Jo, thot Balluku, thot. Për tunelin, po. Prit t'i çoj fjalën atij shefit pika që kërcënon me SMS. Praktikisht, Belinda Balluku i thot drejtorit të vet, një sekond i thot që t'i them atij të marr leje nga ai për të shpallur fituesin. Pas disa orësh Belinda Balluku i shkruan, okej, thot, nxirre fituesin e tunelit. Edhe ai e bën këtë gjë. Tani, kjo nuk tregon vetëm se si në rastin konkret Edi Rama, Belinda Balluku dhe Berberi bashk përcaktojnë fituesin në dëm të qytetarëve shqiptar. Kjo tregon se si funksionojnë tenderat në Shqipëri, se si jepen tenderat në Shqipëri. Nuk ka komisione për vlerësimin e ofertave, janë kot, janë thjesht, janë procedura, thjesht për të gënjur njerëzit. Ashtu siç thot Belinda Balluku, thot ta lëm 15 ditë apo ta lëm 10 ditë, të duket sikur po i vlerësojmë. Nuk ka fare. Çdo gjë bëhet nëpërmjet telefonit. Çdo gjë bëhet nga shefi pika. Ai vendos të gjitha. Kjo po ndodh në Shqipëri. Kjo. Tani shumë qytetarë që na ndjekin mund të thonë që po në fakt Agron tani e kuptove ti, ne e dim të gjë. Shqipëria është një vend më të korruptuara në Europë, ne i dim të gjëra. Po, është e vërtet. Dhe është e vërtet që ne du të flasim për të ardhmen, du të flasim për zgjidhjen, si t'ja bëjmë. Si t'ja bëjmë në këto kushte, t'japim Shqipërisë një qeveri të pakorruptuar. Si t'ja bëjmë, t'japim një qeveri jo me ministra e zënës ministra, që tani janë në Arati, në Burg, apo në Hetim nga Spaku, se kanë vjedhur para të qytetarëve. Por kemi një problem shumë të madh, për të cilin askush nuk flet. Edhe ky problem shfaqet sidomos në këto momente. Milionat që vjedh Balluku, milionat që vjedh Edi Rama, nuk i përdor vetëm për pasuruar, për të ndryshuar jetën e saj, të familjarëve të saj, po i përdor sidomos për të fituar zgjedhjet. Dhe kjo është arsyeja pse ju jeni akoma në pushtet nga 2013. Dhe kjo është arsyeja pse Edi Rama tregon historira me gallat dhe thot Faleminderit zoti Shehaj. Faleminderit zoti Shehaj. Fjalën e ka zonja Milva Ekonomi.